Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë mesnatës në zonën e Shkozës në Tiranë, ku ka mbetur i plagosur me armë zjarri punonjësi i policisë, shtetasi me iniciale AK, rreth 30 vjeç. Efektivi, i cili në momentin e ngjarjes ka qenë jashtë shërbimit, është transportuar me urgjencë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Forcat e rendit kanë ngritur pika kontrolli për kapjen e autorëve, teksa në hetim janë përfshirë prokuroria dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Mësohet se polici ndodhej afër banesës së tij, i shoqëruar nga fqinji i tij, një person në masën e sigurisë arrest shtëpie për armbajtje pa leje. Dyshimet kryesore janë se objektivi i këtij atentati nuk ka qenë efektivi, por fqinji i tij, dhe se sulmi dyshohet të ketë ndodhur për shkak të prishjes së pazareve të drogës me persona të tjerë. Ndërkohë ky bashkëshoqërim ka ngritur pikpyetje të mëdha për autoritetet, pasi fqinji kishte thyer vendimin e gjykatës duke dalë nga banesa. Gjithashtu po investigohet fakti se pse efektivi i plagosur ishte në shoqërinë e këtij personi dhe pse nuk kishte njoftuar strukturat e policisë për thyerjen e masës së sigurisë që po kryente komshiu i tij.